Po Gjana, përshëndetje për ty në studio, përshëndetje edhe për gjithë shikuesit që jam duke na ndjekur në këto momente, ashtu siç e përmendë edhe ti kuptohet me ardhjen e pranverës. Unë mund të them që përveç që ditët kanë filluar të zgjaten, gjithashtu edhe temperaturat të rriten, kanë filluar edhe shqetësimet apo edhe alergjitë pranverore apo alergjitë sezonale që dim t'i quajmë ne, por ne nuk mund t'i themi ato ti kemi informacionet e sakta pa u verifikuar çdo herë edhe nga mjekët kuptohet. Për këtë rast ne jemi në poliklinikën e doktor Seda Lumani, i cili do na flet për alergjitë sezonale edhe për problemet shëndetësore të pranverës që mund t'i kenë qytetarët në këtë ditë. Përshëndetje doktor dhe faleminderit që na pranuat në poliklinikën tuaj. Përshëndetje për ju dhe gjithë shikuesit e televizorit. Atëherë, ashtu siç e përmendëm edhe unë dhe kolegja në studio, pranvera është stina ku njihet më shumë për problemet e alergjive sezonale. Përveç tyre kemi edhe lodhjen pranverore dhe shqetësime të tjera që mund t'i kenë qytetarët. Si mund ta përkufizoni? Cilat janë ankesat më të shpeshta që po vinë qytetarët në poliklinikën tuaj? Po ashtu si thatë juve, tash jemi në sezonën e pranverës, kur paraqiten alergjitë sezonale të ashtu quajtura, për shkak të rritjeve të temperaturës, dhe të bëjmë një përkufizim se çfarë janë alergjitë. Alergjitë janë çdo materie organike ose jo organike, kur hyn në organizmin e njeriu, organizmi ka sistemin e vet mbrojtjes dhe formon antitrupsa kundra atyre antigjeneve, të gjitha materiet prej jashtë juën antigjen, do më thonë, provokojnë sistemin imunologjik dhe organizmi reagon në forma të ndryshme. Paraqitja e alergjive është me simptomatologji shumë të zgjeruar, të cilin do ta përshkruajmë më vonë. Pranvera përveç se polenozës, ta quajtur alergjitë sezonale ose polenozës, ka edhe atë karakterin e vetë se dalin prej një stine që viteve të fundit nuk kemi dimër klasik, por është një ndrimi i motmoteve ose i stinës, me një molisje, këputje, lodhje, apati prej një terit ditëve të shkurtuara pa diell, që paraqitet edhe anemia si mund ta llogaritim si smundje sezonale në pranverë. Pra t'i kthehemi alergjisë, do me thonë se alergenet mund të hynë në organizëm me anë të disa rrugëve, si që është për shembull me anë të ushqimit, materiat organike që janë, të cilat mund të shkaktojnë alergji. Mundet me anë të kontaktit, kontaktibile, disa materie qoftë ato kimike ose organike që me kontaktin paraqiten ato ekzemat, kontaktet në vendet të caktuara të trupit, ose të paraqiten simptomet alergjisë në formë të urtikës, kruarjes, teshtirjes e ku diun. Por fakti është tash se jemi në sezonën e polenozës tash quajtur. Si thatë që temperaturat e larta mundësojnë që disa pemë, disa bimë, disa gjallëresa të cilat nuk kanë qenë në dimbrin, në sinën e dimbrit, paraqiten tash dhe çdo materie e atill që hyn në organizëm për shkak të lulëzimit të disa drujve siç është shelgu, lajthia, ndër të parët që çelen, ato lëshojnë polenin e tyre në natyrë. Me shpërndarjen e erës, do të thonë fryma të ndryshme, vinë në kontakt me sistemin respirator të njeriut dhe paraqitet alergjia në formë të teshtirjes, kruarjes, lotimit, rrjedhjes së undës, vështirësi të frymarrjes, por jo rallëre edhe tash quajturat rash ose sindromi i kruarjes, paraqitjes të urtikës, sikur të digjemi me ither. Këto janë simptomet të cilat ballafaqohemi në këtë stin, në këtë sezon. Për ti identifikuar këto simptome, duhet patjetër të bëhen edhe testet e alergjisë apo mjafton edhe konsultime me mjekun familjar? Kemi një numër të konsideruar të pacientave, të cilët në sezonat të caktuara, ata shumë qartë e dinë se paraprakisht janë testuar, janë
klinikisht të përpunuar prej viteve me radhë se organizmi atyre i mban mend alergjenet. Dhe në kohën e caktuar, dikush që është alergjik në të bari, kur kositet bari, ata nuk guxojnë të kalojnë rreth atyre parqeve ose luadheve të cilit kositen, se fillojnë me njërë me simptome. Ose dikush është alergji në një drut, në polenin e pjeshkës ose të kumblave që veç kanë lullzuar tani, ato e din vetë dhe paraprakisht vinë pajisen me terapin adekvate. Mirë po, për fat të keq, se çdo vjet dikun prej 10 deri në 15% të rasteve të reja kemi çdo vjet në popullatën. Kjo ka mundësuar se me të madhe po shtohet numri i alergjisë, me të madhe shtohet reakcioni organizmave ndaj këtyre antitrupsave, antigjeneve të cilat i përmendëm. Faktori është se njerëzit janë të hipersensitiv, të reagojnë më ashpër se sa dikur, mund të them lirisht se edhe përdorimi i preparateve të ndryshme kimike të cilat përdoren në bujqësi ose në pemtari, mund të ndikojnë që organizmit mos i pranoj si të mira ato, po të reagoj me alergji. Po ndodh të moshat më të shtyra me kohë të paraqitet me vonesë alergjia? Apo paraqitet çdo herë në moshë të hershme? Shumë është me rëndësi se alergjia për herën e parë asnjëherë nuk paraqitet. Do më thënë, alergjia mund të paraqitet nëse kemi patur kontakt ndonjëherë me një materja, ta quajtur antigen, mund të paraqitet herën e dytë, herën e 5, të 10, të 100 ose të 1000. Pra, nuk mund të themi se paraqitet moshën e re. Përkundrazi, ata që herën e parë kanë kontakt me një alergen, kur nuk zhvillohet alergjia. Alergjia, mbasi e përpunon organizmi, sistemi imunologjik, përgatit antitrupsa kundra ati alergeni, edhe mund të paraqitet. Mosha, do më thënë, nuk ka të bëj fare këtu. Përkundrazi, moshat e thyra më tepër mund të reagojnë se sa moshat e reja. E qartë. A mundet që të përketësohen alergjit nëse nuk trajtohen me kohë, doktor? Po, atë duhet të theksojmë se njerëzit të cilit lëngojnë prej smundjeve kronike, si që janë ato të sistemit të frymarrjes, ato që kanë vështirësi në frymarrje me bronkite obstruktive, si që është astma bronkiale, kur disa herë ose në shumë të në rasteve përkeqësohet situata me paraqitjen e sezonës, do me thonë, organizmi keqësohet shumë më tepër dhe problemi është se ata njerëz janë të përgatitur, ata e din që janë, terapinë e tyre duhet ta kenë, sa herë me vete, duhet ta marrin dhe të ikin kontaktit, gjithnjë flasin për ata që kanë dieni që prese janë alergji. Dhe ato njerëz mbajnë në kohën në stilën e sotme të pranverës, mbajnë maska, ikin kontakteve me ku mendojnë që ka polenoza, të cilat i evitojnë simptomet që mos i paraqiten. Keqësimi i situatës mund të paraqitet të ata që për herën e parë paraqiten. Ajo fillon me një tështirje, dhimbje të fytit, rrjedhje të undës, rrjedhje të lotëve, shkon paralela, do me thonë, sistemi i sipër i frymarrjes, kur jo rallëherë mund të paraqitet deri te spazma e bronkheve që të paraqitet edhe në sistemin, organet, kanalet e poshtme të frymarrjes dhe të mbarojnë me ndonjëherë edhe në hospitalizim. Doktor, po a rekomandohet edhe përdorimi i medikamenteve antialergjike pa konsultimin me mjekun? Se ka ndoshta raste që përdorin medikamente pa konsultuar edhe me mjekun familjar të paktën. Për fat të keq, në kohën e sotme teknologjia ose inteligjenca artificiale në ka bërë të gjithëve mjekë dhe jo veç mjekë, po çdo lloj profesioni, është mirë të theksohet se të mirët një këshill prej mjekut,
Megjithatë se edhe simptomatologjia e alergjisë jo çdo herë na përcakton që është alergji. Mund të kemi një ftofje të rëndomt që simptomatologjinë ka të ngjashme. Mund të kemi ndonjë infekcion bakterial ose infekcion viral, të cilët po ashtu i kanë simptomat plotësisht të ngjashme. Atëherë duhet që të bëhet ekzaminimi në formë rrënjësore dhe të përcaktohet që është alergji ose s'është alergji. Për fat të keq që pacientat marrin antihistaminik, vinë me terapi, kam dhënë thot antibiotik, kemi dhënë antihistaminik, po prapë s'është mirë. Atëherë duhet të fillohet me ekzaminim nga pasyra e gjakut deri te alergotesti. Qartë. Përveç alergjive, shumë persona ankohen për lodhje dhe mungesë energjie. A është kjo pjesë e ashtu quajturës, ashtu siç e përmenda edhe në fillim, lodhje pranverore që njihet te populli? Po, për fat se thash që në stinën e pranverës veç rriten temperaturat. Shkupi ka një karakteristik, një mikroklim shumë të keqe, mund të them, për shëndetin e njerëzve, se shkojmë ndonjëherë prej dimrit direkt në verë. Direkt në verë. Dhe ato temperaturat të larta. Marrim një preparat qoftë sinonim të enëve të gjakut të njeriut. Prej temperaturës të lartë kemi një dilatacion, një zjerim të enëve të gjakut periferike, për shkak temperatura e lartë. Kur kemi ftoft, ato shtrëngohen, ngrihen, dridhet njeriu. Kur është temperatura e lartë, ato zjerohen dhe gjaku mbetet në periferi. Ky ndryshim i këtillë me automatizëm bën një lodhje ortostatike, domethënë gjaku mbetet në sipërfaqe të organizmit dhe pak organet brenda ushqehen me oksigjen të cilat ketë. Por një prej faktorëve tjetër është edhe paraqitja e anemisë sezonale, të ashtu quajtur, në pranverë kemi, dhe lodhja mund të vi edhe dita zgjatet, domethënë aktiviteti fizik i cili ka qenë shumë pasiv gjatë dimrit, në pranverë ndron stili i të jetuarit, të jetës, të aktivitetet fizike, të gjitha këto sjellin deri te plagështia, lodhja. Po zakonisht shumë herë është anemia në pyetje. Po ushqimi dhe vitaminat shtesë ndikojnë edhe në këtë çështje? Dgjoj, viteve të fundit nuk ka ndallim të stinëve. Domethënë në treg si verës, si dimrit, të gjitha pemët dhe perimet janë të pranishme. Nëse i kthehemi ushqimit tradicional, popullor, të cilët zarzavatet kanë dalë vetëm në pranverën e vonshme, dhe gjatë verës kemi perimet, pemët vinë në vjesht, dimrin e bëjmë me ushqime të konservuara, me vitamin C, domethënë turshit kanë shumë vitamin C. Tash viteve të fundit them se shumë po i hikim asaj ushqimi tradicional dhe është ai ushqimi ad hoc që kemi, domethënë nuk ka ndallim të stinës dhe çfarë ushqimi. Për fat të keq, ti përgjigjem pyetjes tuaj se njerëzit në favor të shtëpive farmaceutike kanë konsumim të tepruar të vitamineve dhe të suplementeve të ndryshme. Të gjitha këto vitamine dhe suplimente, nëse koncentrohemi, nëse ashtu janë prezente te ushqimi, dhe nëse kemi një ushqim të cilin e konsumojmë çdo ditë, neve me atë ushqim konsumojmë edhe vitamine, edhe minerale, edhe materie ushqyese, proteine, edhe materie të cilat i përpunon organizme dhe i jep energji. Shumë është me rëndësi të theksojmë se gjatë stinës të dimrit, prej vjeshtës të vonshme, deri në pranverën e ershme, mungesa e diellit mundëson ose jep nevojën që të konsumohet vitamina D. Vitamina D e kemi në organizëm, mirë po është pasive, me ndikimin e rrezeve të dritës,
të diellit, ajo konvertohet në vitamine aktive dhe kështu që nuk ka nevojë për më tutje që të mirët ky vitamin. Dhe për fund, doktor, unë fillimisht falenderoj që ndatë kohë dhe u bët pjesë e programit tonë, edhe pse e keni agjendën shumë të ngjeshur, keni edhe pacient që ju presin jashtë, por gjithsesi nuk hezituat dhe pranuat që këto përgjigje të jepni për gjithë shikuesit tanë. Për fund, ndonjë këshill për gjithë ata që kanë çfarëdo simptome në këtë periudhë që mos ta neglizhojnë dhe të vizitojnë mjekun familjar. Unë ju përshëndes edhe një herë edhe të gjithë dëgjuesit të cilët kanë ndonjë simptom të tillë, nëse ata që e dinë që janë alergjik për cilit alergjen, të përdorin maska, mos të jenë në kontakt me alergjenët, ata e bëjnë edhe vetë. Për pacientat e rinj që paraqiten, simptomet nëse paraqiten te mjeku, të marrin këshillat dhe të diferencohet smundja, vallësh alergjia po ftofjat që thash, të mbajnë maska për shkak se poleni vetëm me anë të ajrit mund të kontaminohet organizmi dhe të hiqet kontakti. Besoj që me pak fjalë ndoshta edhe i përmbledhëm edhe do të kenë dobi në shikues të televizorit. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve. Të dashur miq, ishte kjo biseda realizuar me doktor Sedat Lumani, i cili na dha të gjitha këshillat praktike se si duhet të kujdesemi dhe se çfarë në fakt janë alergjitë pranverore, alergjitë që shumë shpesh i neglizhojmë ne, nuk vizitojmë me kohë mjekun familjar të paktën për të na këshilluar dhe për të na treguar se si të veprojmë më tej.